Vion fluksi i largimit e migrantëve drejt vendeve ku punojnë e jetojnë. Në ditët e para të janarit, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës kanë kaluar 12.114 shtetas nga Shqipëria drejt Greqisë. 5.793 prej të cilve kanë qenë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës janë larguar drejt Maqedonisë së Veriut 6.034 shtetas, nga të cilët 3.093 gjatë 24 orëve të fundit. Për pjesën më të madhe të emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në shtetin grek, data 5 janar shënon edhe fillimin e punës për këtë vit. Prandaj fluksi i daljeve nga Shqipëria gjatë 2 ditëve të fundit ka qenë më i lartë. Nga ana tjetër, sa i takon hyrjeve në vendin ton, përmes pikës kufitare të Kapshticës gjatë ditëve të para të janarit, kanë ardhur nga Greqia 5.457 shtetas, ndërsa nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës kanë hyrë nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri 6.937 shtetas. Për të përballuar fluksin dhe për të mos krijuar radhë dhe pritje të qytetarëve në pikat doganore, është duke u punuar me numër maksimal sportelesh. Kështu në Kapshticë punohet me 6 sportele, nga të cilat 4 në dalje dhe 2 në hyrje, ndërsa edhe në Qafthanë rëndësi i kushtohet sporteleve në dalje, ku fluksi i kalimeve është më i madh. Burime nga të 2 pikat kufitare thonë se deri më tani fluksi është përballuar normalisht, pa krijuar radhë të gjata dhe pritje të qytetarëve.